Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do vazhdojmë i marr hadithet në librin Bazat e Imanit. Hadithet janë cilat i ka sjell autori në fillim të librit, flasin për disa prej cilësive apo atributeve të Allahut subhanahu wa taala. Në radhë është hadithi i 17. Po autori thotë walahu an Abi Hurairah marfu'an. Po transmeton Buhari dhe Muslimi. Për Abu Hurairës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allahi min al-'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun." Sikur ta dinte besimtari se çfarë ndëshkimi ose si ndëshkon Allahu subhanahu wa taala, çfarë ndëshkimi është te Allahu, atëherë askush prej njerëzve nuk do të shpresonte në mëshirë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Walau ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allahi min ar-rahma ma qanita min jannatihi ahad. Sikur ta dinte jo besimtari se çfarë mëshira është te Allahu subhanahu wa taala, atëherë askush nuk do të humbte shpresën në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Por këtu përmenden këto dy cilësi të Allahut subhanahu wa taala që qëndrojnë karshin janë tjetrës, përballë janë tjetrës. Dënimi apo ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala dhe mëshira. Po këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se dënimi i Allahut subhanahu wa taala për ata që i bojnë mëkat Allahut subhanahu wa taala, ose për ata i cili i bën kufër Allahut subhanahu wa taala, ose për ata i cili është munafik, i bën nifaq Allahut subhanahu wa taala, është aq i madh sa që sikur dikush ta dinte se sa i madh është ky dënim i Allahut subhanahu wa taala, atëherë askush nuk do të shpresonte në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo është edhe e kundërta. Jo besimtari sikur ta dinte se çfarë mëshira është te Allahu subhanahu wa taala, nuk do të humbte shpresën në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, pse e din që thot për të është vendosur që ai do të jetë në xhenem. Mirpo aq e madh është mëshira e Allahut subhanahu wa taala, sa që ai prapë do shpresonte që Allah do ta mëshironte me mëshirën e tij. Sidoqoftë na e dim se mëshira e Allahut subhanahu wa taala e kemi përmendur ndërsa të kaluam, e të kalon apo e mund zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në një ajet në surën Ghafir, pra ajet prej 1 deri në 3, Allah subhanahu wa taala thot Hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Për kjo është libër që ka zbrit prej Allahut, i cili është i plot fuqishëm edhe i gjithdijshëm. Pastaj Allah thot Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi, shadidil iqabi dhi tawl. Allah është ai i cili e fal mëkatin, e pranon pendimin, dënon ashpër, është poseduesi i mirësive. Po këtu po e shohim që Allah subhanahu wa taala ka përmend 3 gjëra që kanë bëjnë me cilësinë e mëshirës të Allahut subhanahu wa taala. Kurse po përmend vetëm një herë dënimin e tij. Pasi cilësitë tina, dëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Nga se mëshira e Allahut subhanahu wa taala gjithmonë e kalon i paraprin apo e mund dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah po thotë Ghafir dhanbi wa qabil tawb. Allah është që e pranon mëkatin, që e pranon, e fal mëkatin dhe pranon pendimin. Këto që janë këtë janë degëzime për rezultatet mëshirës. Allah subhanahu wa taala mëshirës tij ndaj robëve të tij, ja u fal mëkatet, ja u pranon pendimin. Pastaj po thotë shadidil iqab, është dëshkues i ashpër, që dënon ashpër Allah subhanahu wa taala. Dënon ashpër. Kjo pi dënimit Allah subhanahu. Pastaj merr pasojë po përmend edhe rezultatin apo degëzimin e tretë mëshirës të Allah subhanahu. Po thotë dhit taul. Dhit tauli do thotë poseduesi i mirësive, i dhuntive. Pa Allah subhanahu wa taala për mëshirës tij që e ka ndaj krijesave, ju jep aty në vazhdimisht për mirave tina, për dhuntive tina. Krijesave pa preshtim. Pa preshtim është jo besimtar, apo është besimtar, apo është gjunaçar, apo është besimtar i dashur, Allah subhanahu wa taala i jep aty në për mëshirës, për mirësive dhe dhuntive tij. Por kjo hadith neve na mëson që besimtari vazhdimisht do të më bë vepra të mira dhe me shpresu mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E punonën tjetër vazhdimisht do të me pas frikë i dënimit të Allahut subhanahu wa taala dhe më largu pi vepra të këqija, pi mëkate sa do të vogla që janë ato. Nga se dënimi i Allahut subhanahu wa taala është dënim i ashpër. Allah subhanahu wa taala dënon ashpër. Po negosisht mos më nënshmu, mos më nënversu veprat e mira. Ka se Allah subhanahu wa taala është i mëshirshëm dhe i pranon. Pastaj vazhdon ai hadithi 18 thot ulil Buhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal. Fot Buhariu transmeton pe Ibn Mas'udit, pe Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, i cili ka thënë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë
al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Sa xheneti është më afër prej dikuj nga jo se sa rrypi i këpucës tina. Sot edhe zjarri i xhenemit është pashtu afër tina. Po kjo pjesa ose kjo fjala që përdor të shiraku në alihi janë ato lisat apo do thot lisat pe lkurës, ato rrypat e lkurës i kanë përdor, do thot për mi lidh pusat e tyre në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra autori po e sjell këtë hadith për me tregu që është hadith po që flet për një bazë për bazave të imanit që është besimi në ditën e gjykimit. Po e dim që besimi në ditën e gjykimit apo në ditën e fundit është njëra prej 6 shtyllave të imanit. Ajo pra është me besu që ka xhenet edhe xhenem. Ka shpërblim edhe dënim te Allahu subhanahu wa taala. Edhe ky hadith sigurisht hadithi paraprak po na tregon se besimtari do të të jetojë të adhurojë Allahun subhanahu wa taala mes frikës edhe shpresës. Po do të më bëj punë të mira të shumta. Punëve të mira, për hajret. Edhe me shpresu në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Po me ditë që xheneti i Allahut subhanahu wa taala është shumë afër. Po besimtari gjatë gjithë jetës tina është mes tyre dyja, ose ka me bë punë të mira, ose ka me bë mëkate punë të këqija, pra nuk ka njeri të pagabushëm. Po çush ka thonë besom çdo biri Ademit është mëkatar i madh, po bën shumë mëkate. Mirë, po problemi është kur njeriu i jep përparësi më shumë anës shpresës. Pra shpeson më shumë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pasaj lëshohet mëkate, apo ato të mirat që i bën duken që janë të mira shumë të edhe Allah thot kam i fal këto mëkate. Gjithashtu gabimi tjetër është nëse kalon në ekstremin tjetër. Po e përparësi më shumë anës të frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëherë do të humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, dhe shpesh ndodh ata të cilët e humbin shpresën në mëshirën e Allahut, thot Allah nuk më fal mua, kështu që lëshon edhe më shumë mëkate. Bën edhe më shumë të këqija. Kështu që besimtari duhet të jetë mes këtyre dyja, pra të afrohet te Allahu subhanahu wa taala, që është më lart me vepra të mira dhe me shpresu mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu i pranon gjitha veprat e mira. E Allahu subhanahu wa taala i fal mëkatet. Edhe në anën tjetër me pas frikë për dënimin e Allahut subhanahu wa taala dhe i praktikë gjitha mëkatet, sa do të vogla që. Mirë, pra besimtari as nuk do të mbështetet në veprat e tij të mira, që thotë unë gjithsesi kam arrit mëshirën edhe faljen e Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij, po edhe në atë kohë nuk do ta humb shpresën në mëshirën dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Nga se kurdo që pendohet Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin. Pastaj vin hadithet në radhë që flasin se Allahu subhanahu wa taala i jep mëshirën e tij, mëshiron atë person që në zemrën e tij ka mëshirë. Po është i mëshirshëm ndaj tjerëve. Është hadithi pra në radhë hadithi 19 pi e Borerës, po autori thotë anë e Borerës të mërkuan prej Borerës radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harr yutifu bi bi'rin. Të një grua lavire. Një ditë ka pa një qenë një ditë nxehtë, duke u sill vërdall rreth një pusi me ujë. Qad adla'a lisanahu min al-'atash. Sot vllai qeni për etjes të madhe që e ka pas se ka nxjerr gjuhën jashtë. Fa nazat muqaha fa ghufira laha. Atë thot e ka marrë këpucën e saj, pra e ka zbritur në posë se ka mush me ujë, edhe i ka dhënë me pi. Sot Allah subhanahu wa taala ka fal mëkatet për këtë vepër saj. Pra e ka fal mëkatet atë zinan që e ka bërë. Po këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Me njerë masajna është, do thot hadithi tjetër që vjen karshi këti hadith, për balë tina. Thot më kale, gjithashtu për nësëm ka thonë, dekhalet mraatun en nara fi hirre. Një grua ka hinë zjarë gjenhemet për shak një mace. Rabatatha, cilën thot e ka lidh, e ka mbyll, falem të të imha, wa lem të da'ha të kullu min khashashil ard. Kështu që asë nuk i ka dhonë vetë me hangër dhe me pi, po asë nuk i ka lënë të lirë që ajo më ushqy prej, aty në do thot khashashul ard janë ato kafshë e imta, për shembull met, insektet e kështu me radhë, i cilat do thot ushqehet maca.
Zuhriu radiallahu anhu, rahimahullahu, Allah mëshiroft, kur I sjell këto dy hadithe thot hija li alla yattakila ahadun wala yay'asu ahad. Thot pejgamberi ka thonë këto dy hadithe që askush për njerëzve mos më mbështet shumë në veprat e tij të mira, po edhe në anën tjetër askush për njerëzve mos më hub këtë shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Po kjo është vazhdim të asaj që e sqaruam deri tash në hadithet pararanse. Po edhe këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Po hadithi I parë I Buhariut radiallahu anhu, pra tregon se një grua, pra ka pa që një qen e ka kap ajo etja e madhe, një ditë nxehtë. Edhe ai ka dhënë me pi ujë. Allah subhanahu taala ka fal. Këtë mëkatet që ai ka bërë pra zinon për këtë vepër, nga se ka bërë kjo sinqerisht për Allahun subhanahu taala. Po vepër e vogël, mirë po kur bëhet sinqerisht për Allahun subhanahu taala. Sa do vogël që është vepër Allah subhanahu taala, do thotë me atë vepër bën, do thotë jep shpërblim të madh. Ti fal mëkatet e kaluara. Kjo çka na tregon se bamirësia ndaj krijesave, do thotë është një prej veprave më të pëlqyeshme te Allah subhanahu taala, që është I kënaqur Allah subhanahu taala. Po që një ju do të më bë mirë të tjerë. Edhe nëse do thotë nuk është, edhe nëse do thotë është një gjë shumë e paktë, nuk është një gjë e madhe, që është këtë rast mi dhon tjerë me pi ujë. Do thotë është vepër e madhe, edhe pse dikush e sheh si gjë e thjeshtë, do thonë mi dhon dikujt me pi ujë. Po nëse ti jep tjerëve, atëherë Allahu subhanahu taala si bën mirë tjerëve, atëherë kjo është një vepër që më shumë të afron te Allahu subhanahu taala. Prandaj për shkak që Allahu subhanahu taala ja ka fal kësaj gruaje mëkatet e saj, pra të kaluara që I ka vënë zinon, dietarë thonë kjo është pse Allahu subhanahu taala ka fal, thotë nëse morëm parasysh në tri kande ose tri aspekte. E para është se ajo në zemrën e saj ka pasur mëshirë. Edhe pse ka qenë mëkatare, ka bërë mëkate të mëdha, mirë po në zemrën e saj ka pasur mëshirë. Po ka pasur mëshirë ndaj krijesave të Allahut subhanahu taala. Prandaj edhe këtë krijesë të Allahut, procesin e ka shikuar me syrin e mëshirës. Nga se ka që ajo është nevojtar, po ka nevojë me dhënë pi ujë. Prandaj qysh edhe kjo ka qenë nevojtare po për ujin, të ka pi ujë për aty puse edhe ka pasur që ky qeni është nevojtar po ka nevojë me pi ujë, atëherë kjo ka treguar mëshirë ndaj tij. E ka shikuar me syrin e mëshirës. Aspekti tjetër është se ajo është lodh. E ka dhënë mundin e saj për mi dhënë me pi ujë, nga se nuk është lehtë me zbrit, po çush ka qenë puset këtu, me zbrit poshtë atje do në pusi I thellë, sidomos nëse I marrë parasysh ato vendet e nxehta që puset janë, do në ujë del shumë thellë, do nuk del ujë, do thotë në pjesën e cek tokës, mirë do të më grupu thellë për me shel pusin. Ka zbrit deri atje, ka mushk pusin, pastaj është ngjit lart prap, edhe I ka dhënë me pi ujë. Edhe Allah subhanahu taala I shpërblen në rrugët ose mjetet sipas qëllimeve. Po kjo ka pas njetin e mirë, qëllimin e mirë me dhon ujë ti shani. Edhe rruga që e ka ndjek për deri aty sa me dhon ujë keq shpërblet te Allah subhanahu taala. E merr do thot vendimin apo gjykimin e qëllimit. Edhe mjeti apo rruga që ti ndjek ato. Po deri te ai qëllim apo deri te ai. Aspekti I tretë është se ajo vërtet I ka dhënë me pi ujë atij qenit. Edhe do thot përmes saj është bërë sebeb shkak që më shpëtu prej vdekjes. Ka se dim që do thot çdo krijesë që ka shpirt, nëse nuk merr ujë, atëherë për shkak të etjes madhe dikur vjen deri te vdekja. Po përderisa po shohim që këto tri kuptime janë përfshirë në këtë hadith, pra që kjo grua I ka dhënë, do thot me lejen Allahut e ka shpëtuar këtë qen prej ose këtë kafsh prej vdekjes, atëherë si është puna nëse do thotë tri kuptime I kem do thonë në zemrën tonë ose në veprat tona edhe ju bëjmë mirë tjerëve pi njerëzve është fjala. Pavarësisht ai musliman apo jo musliman, jo besimtar. Nëse ne do thotë I shikojmë tjerët kështu me syrin e mëshirës, pastaj mundohemi do thotë me gjitha mundësitë tona më ndihmu atyre. I shpëtu do thotë prej vdekjes, më shpëtu prej shkatrimit. Padyshim do thotë që shpërblimi prej Allah subhanahu taala është më I madh. Kur Allah subhanahu taala për një kafshë ka fal kësaj gruaje, lavire do thotë zinon e saj. Atëherë nëse ne sillem këtë mënyrë me njerëz,
Pavarësisht ai musliman apo jo musliman, është e shpërblimi Allah subhanahu wa taala shumë më i madh. Që shkon në hadithin tjetër që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, po pe Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Për çdo melçi njom, po qëllimi melçi që është njom është për qëllim që është i gjallë, për një krijesë që është i gjallë nëse i ndihmon kish problem te Allah subhanahu wa taala. Në çfarë do mënyrë? Pavarësisht është njeri apo është kafsh. Nëse është njeri pavarësisht është musliman apo jo musliman, pavarësisht është besimtar apo jo besimtar. Ky hadith i përfshin gjitha krijesat. Çdo krijesë që është, do thonë kjo është pi gjuhës elokuencës të lartë që përdoren gjuhën arabe. Që përfshin do thonë çdo melçi që është e njom, do që është gjalla e krijesë, kish problem te Allah subhanahu wa taala. Po përdej sa pas ka vlerë të madhe me dhon ujë kafshë, atër pa dyshim me dhon ujë me pi një njeriu që është nevojtar për shpërblim është më i madh te Allah subhanahu wa taala. Po përdej sa me ndihmu do thot një nevojtari për njerëzve. Paska do thot me ndihmu një kafshë paska ke shpërblim kaq të madh, atër pa dyshim që kur njeriu pavarësisht sa më është besimtar apo jo besimtar ka nevojë, atëherë është më përsore që do thotë kjo vepër është më me vlerë te Allah subhanahu wa taala dhe më shpërblim më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Nga se ne e dim që Allah subhanahu wa taala është ai që e ka dhënë furnizimin, mjetet e jetesës, rrezikun krijesave të tij. Edhe kjo është për gjurmë apo për rezultateve të rububies të Allah subhanahu wa taala, që ai është Zoti i tyre. Ai kujdeset për ta. Përderisa Allah subhanahu wa taala ka dhënë gjithëve, pra muslimanit edhe jo muslimanit. Allah subhanahu wa taala gjithë i jep pi hajër, pi mirësisë tina. Pavarësisht është besimtar apo besimtar. Atëherë ne do të jemi të këtij me në këtë mënyrë me krijesat e Allah subhanahu wa taala. Mirë po çish ka thënë Allah, për shembull në surën Bakara ajetin 26, "Wa man kafara fa umti'uhu qalilan." Edhe ai që mohon, edhe ai që bën kufër, sa ton kam i dhënë atij pi të mirave të mira, më kënaqej për një kohë të shkurtër këtë dunjë me këto të mira. Allah subhanahu wa taala edhe besimtarëve të tjerë. Pasi Allah subhanahu wa taala është ai që i ka krijuar. Allah subhanahu wa taala është Zoti i tyre. Po, kuptimi ose domethënia që Allah subhanahu wa taala i ka krijuar është Zoti i tyre, është se Allah e ka marrë përsipër me u dhënë atyre për rrezikun tim, për furnizimin tim. Po, që është me u dhënë atyre mjetet e jetesës. Edhe pse këtë mënyrë Allah subhanahu wa taala është duke u sprovuar ata. Cili prej tyre është falëndërues apo mirënjohës, cili prej tyre është mohues, edhe nuk e falenderon Allahun për këto të mira. Mirë po kuptohet, kur vjen pyetje, a do të më ndihmu përpara? Do thotë një njeriu që është nevojtar apo një kafshë, atëherë i japet përparësi njeriu para kafshës. Po prap kthehemi dhe themi, përderisa kjo grua e ka arrit, edhe pse ka qenë lavire, po e ka arrit këtë vlerë kaq të madh, këtë shpërblim kaq të madh te Allahu subhanahu wa taala. Pse i ka dhënë pi ujë një kafshë e cila do thonë në Islam është kafsha më e ulët. Po që është qeni, do që në fenë Allah subhanahu wa taala është i papastër i gjithë. Do është kafsha më e përbuzur. Bani disa hadithe kanore dhe hadithe do thotë që e veçojnë thonë do disa prej qenëve të caktuar që janë qenë të zi dhe mi vra. Atëherë është gjendja kur njeriu do thotë i ndihmon apo jep me pi ujë një njeriu. Pra kjo çështje çështë tham kthehet te se cili prej njerëzve e ka do thotë e meriton më shumë ndihmë. Po nëse vjen pyetja mbi ndihmë jo besimtarët apo besimtarët, atëherë dihet që më përparësi ka besimtarët kështu më radh. E sidomos do thotë do të më ndihmu besimtarët të cilët janë nevojtarë, po të cilët janë do thotë robërit e zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala, ata të cilët kanë iman, ata të cilët kanë tauhid, janë star tauhid, mundon do të adhurojnë Allahun, me nesu Allah subhanahu wa taala me adhurim kështu më radh. Do thotë këtyre më u dhon me pi për ujë ose më ndihmu, pra për nevojat e tyre, atëherë padyshim që shpërblimi Allah subhanahu wa taala ose shumë fishohet. Po shpërblimi dhe sevapi dhe premtimi me xhenet me Allah subhanahu wa taala, do thotë ose shpërblimi në xhenet shumë fishohet. Për këtë arsye, do thotë vepra më shumë të që të afron ty Allahu subhanahu wa taala, edhe që të i fal mëkatet është
me dhon ujë tjerëve me pi. Qysh ka ardhur në hadithe tjera të pejgamberit sa që ka thonë sadakaja më e vlefshme është me dhon tjerëve me pi ujë. Mirë po dallon, do thot vlera e dhënies të ujit ose me dhon tjerëve me pi ujë. Dallon prej kohës edhe vendit edhe prej nevojës. Sa është e madhe ajo nevoja po. Do thot kjo është e ngjashme se edhe për gjitha ndihma tjera ose do thot sadaka tjera. Jo vetëm për ujë. Kjo është si rregull, si parim në Islam. Po, çysh tha pejgamberi sa në çdo melçi që është e njohur, pra kish problem nëse i ndihmon, kjo pastaj dallon sa i përket kohës edhe vendit. Pra nëse vendi edhe koha ka nevojë më të madhe për atë gjë, atëherë edhe vlera edhe shpërbimi është më i madh te Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse njerëz në një vend kanë nevojë më shumë për shkakun këtë rast që ka në hadith për mi dhënë me pi ujë, atë shpërblimi është më i madh te Allahu subhanahu wa taala. Edhe që arrin vlerë më të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe nëse është koha, është njerëz duke jetuar në një skamje, do thotë janë ditëzie. Edhe ti ju ndihmon aty në jep pit mira që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ose do thotë ju jep këtë rast me pi ujë ose ju ndihmon për shembull me çel pusa apo do thotë i merr gjitha shkaqet që uji më ardh deri te ata, atë në këtë rast shpërblimi është më i madh te Allahu subhanahu wa taala. Çu ka në ajet për shembull kur Allah thotë falaqtahama al-aqaba, sikur ai po njeriu ta merrte atë rrugën e vështirë. Wa ma adraka mal aqaba, thotë çfarë për ty dish se çfarë është aqaba? Kush mësoi ty se çfarë është aqaba? Pra kjo rruga e vështirë thotë faqra aqaba me liruni rabb au it'amun fi yawmin dhi masqaba. Ose më dhon njerëzve ushqim, më ushqyn njerëz në ditë zije, po kur ka skamje. Prandaj koha edhe vendi përcaktojnë se sa e vlefshme ose sa shpërblim, çfarë shpërblim do të marr njeriu për atë bamirësi që tregon ndaj tjerëve. Po sa më nevoja sa më e madhe ose vështirësi sa më e madhe që është vështirësia në cilën janë duke e përjetuar njerëz të asaj kohe apo atij vendi, edhe atëherë edhe shpërblimi është më i madh te Allahu subhanahu wa taala. Kurse hadithi tjetër qëndron karshi këtina. Pra që njeriu mundet për një vepër, sa do e vogël që është ajo me merituar zjarrin e xhenemit, pra dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Çu tha pejgamberi sa për këtë grua, thotë se ka mbyll këtë macën e kalit. As nuk i ka dhënë me pije dhe me ëngël. Pas nuk e ka lënë thirrë që ajo vetë më ushqy. Do thotë prej kazhëve të tokës. Pra e ka mbyll, e ka nguju derisa ajo ka vdek prej uris ose prej etjes. Prandaj njeriu pra duhet të ketë kujdes. Pra duhet me pas kujdes, s'pari mos më nënshmu veprat e mira. Edhe mi bëhet ato sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Pa kjo grua i ka dhënë një çani me pi ujë, ka rrit këtë shpërblim kaq të madh. Sinqeriteti pra është ajo që e rrit shumë veprën e mirë. Në anën tjetër do të pas kujdes mos më nënshmu ose mos më bëj mëkate sa do të vogël atë. Ka se në mëkat i vogël mundesh me meritu dënimin e Allahut subhanahu wa taala për atë mëkat. Pastaj vazhdon hadithi tjetër, hadithi 21 që flet për cilësinë e çudisë për Allahun subhanahu wa taala, që Allahu çuditet. Fatuanhum marfuan, pra gjithashtu te Buhariu transmetohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith përveç që transmetohet te Buhariu, që tregon edhe autori Rawahu Ahmed wa Buhari, e transmeton edhe Imam Ahmedi, po edhe Abu Daudi prej Abu Hurajras radhiyallahu. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thotë ajaba rabbuna azza wa jalla. Zoti yn çuditet me kon, thot min qaumin yuqaduna ila al-jannati fi as-salasil. Me disa njerëz që dërgohen edhe udhëhiqen për në xhenet me pranga. Dietar kur e kanë shpjeguar këtë hadith thotë këta janë ata të cilët kanë rënë rob, sklav, po kanë luftuar me muslimanët, janë bërë rob, kanë qenë rob luftës të muslimanët. Ata muslimanët i kanë lidhur ata me pranga. Thotë militarja kanë lidhur durrët ose me pranga, me zinxhir. E pastaj ata e kanë dëgjuar islamin, ose kanë dëgjuar për islamin, pra ata i kanë bërë të kanë thirrë edhe kanë hyrë në islam dhe kanë shkuar në xhenet. Pra Allah subhanahu pejgamberi sa ka përmend shkakun, edhe do thot përfundimin që ka ardhur si pasojë apo si rezultat i atij shkaku. Pa ata kanë rënë rob në durrët e muslimanëve, kanë dëgjuar për islamin, kanë hyrë në islam edhe kanë shkuar në xhenet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po ky hadith është, do thot, është i llojit haditheve më hershme, po që flasin për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala.
E këto po përmend që për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është edhe çudia, pra që Allahu çuditet. Edhe kjo cilësi Allah subhanahu wa taala u përmend edhe në Kur'an. Për shembull, në surën Safat, ajetin 12 është një ajet i cili lexohet në dy mënyra, por këto dy mënyra janë transmetuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po njëra mënyrë është ajo që e lexojmë ne, ku Allah subhanahu wa taala thot bel ajibta wa yaskharun. Ti o i dërguar çuditësh me ta, se se ata po përqeshen dhe po tallen me fenë Allah subhanahu wa taala. Kurse leximi tjetër është bel ajibtu wa yaskharun. Sot unë çuditë me ta, se se ata tallen dhe përqeshen me fenë Allah subhanahu wa taala. Po përderisa kjo cilësi Allah subhanahu wa taala është përdorur në Kur'an dhe në Sunet, atëherë është obligim i jonë që me cilësu Allah, me besu për këtë cilësi, këtë atribut për Allah subhanahu wa taala. Ashtu qysh e ka përshkruar dhe që ka cilësua i vetën e tij me këtë cilësi. Mirë po, kjo cilësi Allah subhanahu wa taala, pra çudia, nuk dohet besohet ashtu qysh është tek njeriu. Po që njeriu çuditet për një gjë që nuk din rreth saj diçka. Kur i ndoha ajo, pastaj e çuditet. Por kundra zënë e dim që Allah subhanahu wa taala është i përsosur, është absolut. Mirë po te krijesa kjo ndodh. Po nganjëherë njeriu pse çuditet, nga se nuk e ka ditë një gjë, pastaj kur i ka ardhur informata apo lajm për to është çudit. E nganjëherë njeriu çuditet edhe për një gjë që din rreth saj. Mirë po, kur flasim për çudinë se cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, ose kur flasim, do thot vërtet kur flasim për cilësinë e çudisë tek njerëz, atë shpesh ndodh që kjo cilësi ose kjo atribut tek njerëz me ngrit pozitën e atina i cili çuditet me të, ose tjetri çuditet me të. E kjo pastaj mundet më pohu për Allahun subhanallahu. Për shembull, Allahu i ka thënë beson bel ajibte, ti po çuditesh me të se si ata po përqeshen me fenë e Allahut subhanahu ose me shpalljen e Allahut subhanahu. Pa Allah subhanahu për mësojnë ka dosh me ngrit pozitën e pejgamberit, sa thonë te ai. Po çuditesh se si ata ende vazhdojnë mi, edhe pse i dëgjojnë shpalljet e Allahut mi mohu ato. Po ashtu pejgamberi sa në një hadith tjetër ka thonë ajebe rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghayrihi. Zoti yn çuditet se si robët e tina shumë shpejt e hupin shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu. Kurse ndihma e Allahut dhe çlirimi i Allahut thotë është shumë afër. Thotë janë doru ileikum azilina qanitin. Allahu thotë i shikon robët e tij, ose i shikon ju se si do thotë keni hub shpresat në lehtësimin, ndihmën edhe mëshirën e Allahut. Fa yadhallu yadhaku. Pastaj thotë Allahu vazhdon me buzëqesh ose me qesh me ju. Ya'lamu anna farajakum qarib. Nga se e din që lehtësimi është shumë afër ju, pra ka marrë lehtësimi prej Allahut subhanahu. Edhe hadithe tjera që pohojnë këtë cilësi të Allahut subhanahu. Masha Allah çuditet. Këto hadithe që kanë ardhur pe pejgamberit, hadithe ngjashme, të cilat do thotë zinxhiri i tyre është i saktë. Por transmetuesit e tyre janë të besueshëm, pra janë pohuesi hadithe të vërteta. Atëherë sipas parimeve që kemi mësuar deri tash, do t'i pohojmë këto cilësi, do t'i besojmë dhe t'i pranojmë këto cilësi të Allahut subhanahu. Mirë po, me ato kushte që i kemi përmendur. Po pa të kif, pa formë dhënje, pa ju dhënë formë cilësive të Allahut. Pa u mundu me ditë se është, do thot forma e tyre ose mënyra se si Allah subhanahu wa taala vepron me ato cilësi. Edhe pa përngjasim, pa i shëmbëlluar me cilësitë e krijesave. Kto pejgamberi sa bëhet ajib rabbuna, Zoti është çudit. Është çudit, pra është folja që flet për të kaluarën. Është folja e kaluar. Cila po pohon këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Nga se në gjuhën arabe folja që është në kaluarën e përfshin edhe emrin folior apo infinitivin. E infinitivi i kësaj cilësie arabisht është al-ajab, pra cilësia. Kjo çudia është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po çysh son do ta besojmë ashtu që takon madhërisë dhe madhështisë të Allahut subhanahu wa taala. E kjo cilësia Allah subhanahu wa taala është pohuar në hadithe tjera. Për shembull në një hadith që e transmeton Imam Ahmed Musnad, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allah azza wa jalla la ya'jabu min ash-shabi laysat lahu sabwa. Po vërtet Allah subhanahu wa taala
çuditet me një tri që nuk ka dëshirë me çu kohën kot, ose me mu dëfry me gjëra të kota. Çuditet me këtë tri. Nga se i riu zakonisht, do thotë është në atë fuqinë e rinisë tina, nuk mendon se ka mundësi me vdekë shpejti, edhe kalon kohën kot, ose bën gjëra të kota. Allah subhanahu wa taala çuditet me një tri të këtij, që nuk anon ka këto kosira, po ka gjërat që janë, do thotë, pa kurfar dobije. Po ashtu në surën Ra'd, në ajetin e 5 Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum." Nëse ti çuditesh me ta, atëherë më e çuditshme ose çuditshme është fjala që e thonë ata. Ose ti çuditesh se si ata nuk po besojnë. Po shpallin Allah subhanahu wa taala. Nëse çuditesh se si ata po e mohojnë ringjalljen e kështu me radhë, do thonë pe veprave të kufrit që i kanë bërë jo besimtar, atëherë ose fjalët e kufrit që i kanë thonë, atëherë thotë është këto fjalë që i thonë vërtet aty është çudia. Po kush po çuditet në këtë rast me fjalët e jo besimtarë? Allahu subhanahu wa taala. Po edhe kjo në këtë ajet kemi pohim të kësaj cilësie të Allahut, po që çudis, pra që Allahu çuditet. Po kështu po e shohim që edhe Kurani edhe Suneti në shumë tekste po pohojnë këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Gjuhësisht, për me kuptu më mirë këto, gjuhësisht do thonë çudia e ka njërin prej dy kuptimeve. E para është kur njeriu çuditet për një gjë, po ka çuditet për një gjë që nuk e ka pritë që ndodh, po s'ka pas dije rreth saj. Edhe kur ka ndodh ajo, një gjë e caktuar, atëherë është çudit. Po çysa, nga sa ai nuk e ka prit këtë. Mirë po, do thotë ai ka menduar që do ndodh diçka tjetër. Edhe kur ka ndodh ajo, do thotë ajo është çudit me ndodhjen e saj. Po kështu në gjuhën arabe, edhe në gjuhën shqipe, do thotë shohim që gjuhësisht njëra prej kuptimeve të çuditurit është kjo. Po kur përdoret kjo fjalë. E dyta është kur një gjë i ndodh dikujt për krijesave. Edhe tjetri do thotë ose vetë gjendja e asaj krijese është për të çuditur gjendja e tij. Nga se si ai nuk e din se çfarë përfundimi e pret ato. Nuk e din se çfarë gjendje është vetë, do thonë se është realiteti i gjendjes tina. Kështu që do thotë është për të çuditur gjendja e tina. Po se si ai nuk e din se çfarë e pret ato, çfarë përfundimi është për to. Po kjo është kuptimi i dytë i kësaj fjale. Pastaj për këtë kuptimit të parë, po shohim që ai i referohet ose kthehet te çudia e atij që çuditet. Kurse kuptimi i dytë kthehet te gjendja e personit që është për të çuditur me gjendjen e tij. Asaj për këtë kuptimit të parë, do në cili përfshin mosdije, po që njeriu nuk e din se çka e pret, pastaj ndodh diçka dhe çuditet, atëherë ky kuptim i kësaj fjale ose kësaj cilësie mohohet, edhe nuk do të pohohet ose të thuhet për Allahun subhanahu wa taala. Nga se Allah subhanahu wa taala është i gjithdijshëm. Mirë po, nga aspekti për afrimit që me kuptu më mirë këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, atëherë më afër është ose lejohet pohohet kjo kuptimi i dytë. Kjo çështë është vetëm nga aspekti për afrimit, që me pas pak më të për afër se si është kjo cilësi e Allahut subhanahu wa taala, jo nga aspekti i përkufizimit. Nga se na thamë se cilësitë e Allahut subhanahu wa taala për neve janë, do thonë nuk i dinë ato, nuk do t'ju dhojnë forma aty, nuk do t'ju dhojnë, do thotë t'ju dhojnë t'i përngjajsojnë ato. Mi po nga aspekti se si me kuptuma për afër këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, atëherë themi se Allahu subhanahu wa taala është çudit me këta njerëz, pra me gjendjen e tyre. Pra gjendja e tyre është për të çuditur. Ka se këta njerëz do thotë nuk e dinë se çfarë përfundimi ka, ose nuk e dinë se çfarë gjendje janë, kur ata tallen dhe përqeshen me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Po kjo përmbledhsa themi se çudia si cilësia e Allahut subhanahu wa taala do të pohohet vetëm nga ana apo aspekti i përsosërisë. Po që Allah subhanahu wa taala edhe në këtë cilësi i takon ajo, do thotë cilësia më e përsosur. Ose vetë Allah subhanahu wa taala është e përsosur absolute, këtilla janë edhe cilësitë e tina. Mirë pasaj për këtë çudisë në cila
cila e përfshin mosdijen ose dyshimin, pra që njeriu i ndodh diçka pa e ditë. Ose kur çuditet do thot, pastaj ose kur i ndodh diçka i befasohet ose tronditet. Këtë këto janë do thot kuptime që do të lartësohet dhe të pastrohet Allah subhanahu wa taala për ty. Nuk është kjo kuptimi i kësaj cilësie të Allahut subhanahu wa taala, nga se ne e dimë që Allah subhanahu wa taala din çdo gjë që ka ndodhur, çdo gjë që do ndodh, po pa fillim dhe pa mbarim. Nuk ka diçka për Allah subhanahu wa taala të re, që Allah nuk e ka ditë e pastaj u çudit, ose diçka do thot të panjohur për Allah subhanahu wa taala. Edhe dijes të Allah subhanahu wa taala nuk i ka parapri mosdia apo harresa. Kështu që pastaj Allah çuditet për shkak se ka harru apo nuk e ka ditë. Allah subhanahu wa taala është i pasur për këtyre. Ka se Allah subhanahu wa taala është i përsosur absolut në cilësitë e tij. Mirë po Allah subhanahu wa taala, po kjo cilësi e Allahut, pra çudia është se qëllimi është e çuditshme gjendja aty në njerëzve. Se se ata do thot vazhdojnë me mohu cilësi shpalljet e Allahut edhe tallen me fenë Allahut subhanahu wa taala. Po personat e këtill, pra jo besimtarët kështu më radh. Po bojnë vepra të çuditshme, bojnë vepra do thot sa i përket krijesave që janë sigurisht se ta njerëz do thot bojnë vepra që janë vërtet çuditshme, veprat e tyre. Prandaj kjo na tregon se gjendja e tyre është për të çuditur me ta. Nga sa ai nuk pedin se çka e pret ato, çfarë përfundimi i vjen atij. Madje nuk pedin edhe vetë në gjendjen në cilën është se çfarë gjendje është ai. Sa i përket do thot njerëzve tjerë, do thot besimtarë kështu me radhë, të cilët do thot e respektojnë ose madhrojnë fenë Allah subhanahu wa taala dhe nuk tallen me fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe do thot personat inshallah po mjaftojnë me kaq. Në radhë do thot janë hadithe ose është hadithe i cili flet për durimin e Allahut subhanahu wa taala si cilësi tina, pra që Allah subhanahu wa taala duron. Ai për këto inshallah do të flasim në dersën e ardhshëm, Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.